10 të rinj francez dhe 10 të rinj shqiptar janë bashkuar në Berat në qytetin e Gurt për të mësuar gurskalitjen, një traditë e hershme kjo në këtë qytet. Një mjeshtër i gurit i cili prej 30 vitesh ushtron këtë profesion është vënë në dispozicion të tyre. 10 të rinj francez dhe 10 të rinj shqiptar janë bashkuar në Berat në qytetin e Gurt për të mësuar gurskalitjen, një traditë e hershme në këtë qytet. Një mjeshtër i gurit i cili prej 30 vitesh ushtron këtë profesion është vënë në dispozicion të tyre. Qendra Artizanit Margarita, zyre trashëgimisë kulturore Bashkia Berat në bashkëpunim me Outdoor Ambassadors mundsuan organizimin e kësaj nisme në formën e një kampi rinor. Aktivitet i cili synon ndërgjegjësimin e banorëve vendas për të ruajtur dhe promovuar trashëgiminë e gurit. Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja ndërgjegjësimit të banorëve vendas për të ruajtur dhe promovuar trashëgiminë e qytetit të Beratit në ndihmë të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm, si dhe rritja e dialogut ndërkulturor ndërmjet të rinjve francez dhe shqiptar, thot ai. Projekti përbëhet nga 4 faza: ushtrim në teori dhe praktik në fushën e gurskalitjes, dokumentimi i praktikës teorike dhe praktike, shkëmbime gjuhësore dhe kulturore si dhe shpërndarja e informacionit dhe ceremonia e certifikimit të rinjve, bën me dije specialisti i turizmit dhe trashëgimisë pranë Bashkisë së Beratit, Marius Qytyku.